herë natën, herë ditën, herë zyrtar, herë jo zyrtar nga Athina në Tiranë për nënshkrimin, lën shumë pikpyetje, shumë gjëra enigme, të errta gjë që lindin dhe urrëtie dhe mërzit tek shqiptarë si pro-amerikanë që janë, që ta urrejnë Shtetet Bashkuara të Amerikës për individ të tillë që keq përdorin pasaportën diplomatike, keq përdorin politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ato 6 miliardët që ne do të gjenerojnë mediat greke dhe grekët e dinë shumë nuk do jenë fitime për Shqipërinë, po do jenë fitime për Greqinë, do jenë fitime për shtetasit grek, për qytetarët grek dhe jo për shqiptarët. Shqiptarët e kanë humbur të pjesë të fitimit, duhet ta themi hapët, mos na gënjejnë. Mund gënjejnë ata që nuk shkopin përtej perdes, mund gënjejnë ata që nuk lexojnë nën tekste dhe nuk lexojnë fotografitë dhe pamjet që japin se janë të dukshme. Pra ato lek janë të 6 miliardë janë do gjenerojë, do bëjë zhvillim janë për Greqinë, për fatin e keq zoti Edi Rama për interesat e tij personale, por tek pjesë të Shqipërisë në marrëveshje të tilla kemi qenë dëshmitar që ne kemi paguar miliona dollar për inatet e Edit Ramës, qoftë në ato gjykatën ndërkombëtare për një televizion që e mbylli ashtu si donte ai, për hotele që ka prishur apo për shtëpie që ka prishur. Shqipëria ka humbur shumë lek, nuk ka pas nevojë që t'i humbim rreth 300-400 milionë euro dhe nuk janë pak to lek, sepse mund të zhvillonin Shqipërinë në rritjen e pensioneve, zhvillimin ekonomik të vendit tonë dhe duke frenuar ikjen e rinisë apo forcës rinisë që është një forcë pune e gjallë ajo, dhe kjo gjë është ajo që nuk është dhe njerë për fitimin e Shqipërisë 6 miliardë, por janë për Greqinë. Me që jemi tek raportet me Greqinë edhe s'kemi lajme nga IPAR-i për sa i përket kushteve shtesje janë vendosur ose për të plotësuar nga 9 shtete. Por lajmi që bëri buj javën e kaluar edhe ne diskutuam ishte edhe kërkesa që 200.000 shqiptarë që janë atje pra të konvertohen në grek. Po shkojmë si është tani. Po vazhdon historia e asimilimit, se ju e theksuat rolin e shqiptarëve në pavarësinë e Greqisë, por tani çfarë po ndodh tani në vazhdim? Sepse për fatin e ju keni pasur kontakte, njohuri edhe me personazhet e tjerë mjaft të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë, edhe të politikës që ndoshta këto plane i kanë pasditur dhe 30 vite përpara. Kam lexuar një libër, është mirë të lexojnë shqiptarët, libri Kombi, botimi 97, ku janë mendimet e mendimtarëve shumë shqiptarë, aty analistë, politikanë, president, që japi mendime. Të tërheq atëherë vëmendje një shkrimi të ndjerit të diplomatit, ish deputet zotit Abdi Baleta, ku thoshte në atë libër që rreth 200.000 shqiptarë mas 10-15 vitesh do asimilohen në Greqi. Unë atëko nuk e pranoja këtë libër, këtë thënie të tij, domethënë që 200.000 shqiptarë do asimiloheshin. Ishte e papranueshme për mua në atë kohë, edhe pse ne isha në Greqi emigrant më i ri, drejtoja një shoqatje qeveritare atëherë në Greqi, pra nuk e pranoja këtë gjë. Por sot po duket po pranohet dhe rol të rëndësishëm në asimilimin e shqiptarëve, përveç diaspora atje për presione, ndrimi emrave, ndrimi fesë, po luan dhe rola, ka luajtur rol dhe po luan kisha autoqefale e Shqipërisë pro-greke, ti themi këto gjëra, ku po keq përdoren shkollat private greke, po keq përdoren shkollat edhe të kishës, ku nxënës shqiptarë që studiojnë me kombësi po dhe me fe muslimane, na paraqiten si nxënës të minoritetit grek, sepse ata mësues që japin mësim nga Greqia që kanë ardhur një pjesë, po dhe një pjesë të Shqipërisë paguhen nga Athina, dhe që të marrësh pagesa dhe fonde nga Greqia, ti duhet paraqesësh numrin e saktë të nxënësve. Ti duhet paraqesh kjo shkollë funksionon se ka kaq numër nxënës. Realisht 90% atyre nxënësve janë shqiptarë, nuk janë grek njëherë. 90-95. Dhe i çojnë pasaj këta nxënës që janë të vegjël që të ndërgjegjësohen si grek, 8 vjeçar, 10 vjeçar, 15 vjeçar, i çojnë në përfshatët e dropit. Një tjetër problem se çfarë po ndodh me shkollat në huaja në Shqipëri. I çojnë në përfshatët e dropit, i çojnë tek varri i Kacifës, atij luftëtarit të madh terrorist që vrau vetën dhe nuk e vravi Rënea, në Bulara dhe të beton aty për flamurin grek. Ata janë fëmijë, ata nuk e kuptojnë. As nuk tregojnë në familje që aktivitetin e shkollës. Ka shumë aktivitete që bin ndesh edhe me rolin që të luajë shkolla private në këtë rast. Omeri që është në Imar dhe në Korçë, apo shkollat që janë Gjirokastër, që nuk po i them emër shkolla private nën ombrellën e kishës ato qefalet të Shqipërisë. Shteti shqiptar duhet, Ministria e Arsimit dhe Shishi duhet marrin informacione të sakta për aktivitetin dhe keqpërdorimin e fëmijëve shqiptar me kombësi
që mësojnë në të shkolla, se nuk është problem, le të mësojnë, çdo njeri ka drejt të shkojë në çdo shkollë, qoftë greke, turke, italiane këte, por mos bëhet keqpërdorimi i figurës etniste të atij nxënësi, që të paraqitet si një pakicë kombëtare një shteti tjetër që ka pretendime territoriale, në këtë rast Greqisë. Pra, unë i bëj thirrje Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë, edhe pse e di që ministritë tona, këto janë mbushur me vasale, me anti-shqiptar të tërbuar atje brenda që punojnë edhe në arkivat e shtetit shqiptar, punojnë grek që heqin dokumenta, prishin çdo gjë. Po kujt ja themi? Ne e bëjmë këtë denoncim, bëjmë detyrën tonë si shqiptar që paktën popullit edhe t'u themi që ne i dimë gjërat, po s'kemi fuqi sepse kryeministri Rama është neutralizuar dhe shishi i Shqipërisë dhe policia e Shqipërisë që të bëj punën e tyre të këtyre njerëzve që bëjnë veprime anti-shqiptare. Ju kujtoj edhe varrimin e Kacivës që erdhën 1000 grek ekstremistë, Edi Rama i pranovi dhe nuk i ndalovi. Dhe rritën aty, do vrasin, do presim shqiptar. Dhe ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës ata, dhe një herë them, bashkë me disa partnerë shumë besueshëm jashtë kontrollit të shtetit shqiptar, shpërbimit të Shqipërisë, atëherë